Mirë se erdhët, jam këtu në tryezën tonë të bisedave, po këtë herë për të folur për gjërat të shishme, për Mokador, që është kafja preferuar e shqiptarve. Këtë herë preferuam që bashkë me Adrian Tullhaj, menaxher i përgjithshëm i shitjeve në Mokador, të tregojmë disa sekrete, disa truke. Mirë se erdhe. Mirë se gjetëm, faleminderit për ftesën. Me shumëllëshmërinë e kafeve Mokador, me një ekspres, thjesht e kemi zhvendosur pak të momentin e kafes për në tryezën tonë, për t'ju treguar se si duhet një përgatitje perfekte në kushtet e shtëpisë, në kushtet e zyrës, për kafen ekspres Mokador. Të demonstrojmë gjitha cilësitë dhe lehtësinë që ka për të përgatitur një kafe Mokador në kushtet e shtëpisë, me teknologjinë dhe inovacionin, dhe me kapsulat tona, shumëllëshmërinë dhe llojet e ndryshme. Tani le të prezantojmë pak publikun, unë kam folur pas seri, kam treguar se çfarë bën Mokador dhe pse Mokador është kafja e preferuar e shqiptarëve dhe jona këtu, por le të flasim pak për historikun. Është një histori e gjatë, që kur Mokador ka ardhur në Shqipëri në 2014, por si Mokador, si kafe italiane ka një histori disa dekadash apo jo? Gati 5 dekada, është një histori prej shumë vitesh, domethënë. Ka një histori tradicionale nga artizan që e kanë punuar me vite për të sjellë një produkt cilësor dhe vlen për të përmendur filozofia që kanë për të sjellë një cilësi perfekte për ta shijuar ashtu siç shijohet vërtet një kafe italiane. Është shumë interesante ky fakti që me një teknologji inovative, moderne, të ruhet po aq mirë edhe tradita e përzgjedhjes dhe i përpunimit dhe shijes e së kafes, për ta mbajtur atë autentike. Autentike, patjetër. Bukur fort. Të flasim pak për një veçori të Mokador për lashmishmërinë. Ofron dhe mbulon çdo shije, siç duket edhe nga kapsulat. Nga kapsulat, përqindje të ndryshme të arabikës dhe robustos, bën që të kemi gjitha shijet duke filluar nga kremoze, me aromë, 100% arabike, një kafe që të japi efektin e kafeinës, të bëj një zgjim shumë të mirë, për të nisur ditën me energjinë e duhur. Kafe arabike është paketimi i jeshil me kapsulat Diva, dhe do të flasim Diva është teknologjia që ka ndërmishmërinë e ndryshme të të gjitha kapsulave. Përveç kësaj, normalisht ne mbulojmë gjithë rrjetin, edhe kafen kokër, kemi lëshmëri të produkteve të tjera, përveç Divës, po Diva është teknologjia më e re dhe më inovative që ne kemi futur dhe kemi implementuar shumë fort në tregun shqiptar. Ka një veçanti këto kapsula, sepse kur pyetëm se pse kjo kafe është kaq kremoze, ka një aromë fantastike, më thanë që këto kapsula kanë plot 7 gram kafe brenda. është e vërtet, kanë 7 gram kafe dhe ambalazhimi dhe paketimi dhe presioni dhe mbyllja e kapsulës është bërë në një mënyrë që të ruhet aroma, freskia dhe cilësia e kafes siç është në të vërtetë. Dhe që është rrësisht e riciklueshme apo jo? Riciklueshme, po. Duke qenë një sistem i mbyllur, shumë njerëz i njohin dhe i shohin këto paketimet e kapsulave Diva sipas ngjyrave, po edhe sipas emrave të ikonave. Emrat të ikonave të Hollywoodit. Kemi emrat Marilyn Monroe, Sophia Loren, Brigitte Bardot. Të thuash janë të preferuarat e tyre për secilin kapsulë? Për historikun që ka Mokadori. Ka u lumtuar dhe u ka vendosur. Tani, më trego pak në mënyrë të demonstruar, kemi ekspresin këtu. Kemi ekspresin Diva Deluxe, më njësh Deluxe, që është premiumi i teknologjisë Divës. Sepse dihet që përveç kapsulave, cilësisë së kafes. Për ato vërtet ato që flit që i pëlqejnë gjërat e bukura me dizajnin shumë të bukur, siç duket, të kombinohet me ambientin. Kemi ngjyra të ndryshme. Dhe edhe teknologjia të bëret kafe pastaj mbetet ta shohim kur ti provojmë. Me kënaqësinë më të madhe për të treguar publikut edhe densitetin apo atë kremozitetin për cilën ne synojmë, aromën e mirë edhe shijen e mirë që kafe Mokador na jep të gjithëve, do t'i hapim të gjitha sot. Të gjitha paketimet sot do ta nisim. Përveç shijeve dhe llojeve të kafes, kemi edhe për ato që nuk duan kafeinë, kemi çaj, kemi çaj është për mua tani me të zërin me shijen e limonit. Po,
të reguluar zërin. Kjo kemi dhe gjandun, kemi qoko për ato që duan një kakao. Po. Kemi pjesën karamel për ato që duan një cappuccino, shijen e një cappuccinoje të mirë. Që ka të shijen e ëmbël, me aromën dhe shijen e karamelit. Kemi përzierjen me ginseng. Po. Rritë shumë e mirë kjo edhe për të relaksuar. Kemi dhe përzierjen orzo, që për ato që nuk duan kafein shumë, mund përdorin gjitha këto modelet e tjera për ta shijuar përsëri brandin tonë Mokador. Po, për çdo shije preferencë ka menduar Mokador dhe i ka sjellë këto kapsula edhe në vendin tonë. Tani ekspresin mund ta kemi të gjithë në shtëpi, mund ta porosisim? Po, ne mund ta porosisim në rrjetet tona sociale, ne jemi me dyqanin fizik në zonën e blokut, pranë njësisë numër 5, në rrugën Sami Frashi. Mos shihoni dhe aty kafen e mirë. Po, mund ta shihoni edhe në dyqanin tonë. Pastaj, përveç rrjeteve sociale, kemi edhe numrat tonë të telefonit, që agjentët tanë mund përgjigjen edhe mund t'ja sjellin kudo në shtëpitë tuaja. Edhe jo vetëm, por për çdo pyetje që mund të keni, rreth Mokador, kapsulave, gjithçka tjetër, kombinimeve, mos nguroni, telefononi, shkruani në rrjetet sociale, paraqiteni fizikisht në dyqanin tonë fizik, plus që ne kemi dhe rrjetin tonë të lokaleve, Kaza Mokador. Kemi në zonën e blokut, në zonën e bulevardit, në rrugën Fortozi, ku ju mund të i provoni edhe një kafe ekspres të shihoni. E vërtet. Dhe sot në ditë e sotme, duhet thënë që kafja nuk është thjesht një pije, kafja është një cilësi, është një eksperiencë shumë e mirë, është një institucion, në kafe diskutohet një marrëveshje shumë e rëndësishme pune, në kafe ftohet një vajzë apo një djalë, në kafe diskutojmë gjithçka tjetër, kështu që se mos na shijoj ajo kafja tjetër cilësore dhe e mirë dhe intense. Domethënë, sidomos kur ti e shijon kafen, edhe muhabeti shkon më mirë, ecën më mirë. Llogaritë tani me një kafe që nuk shkruhet dot. Shija sa përqindje kemi ne mundësi për të dhënë maksimumin. E drejtë. Tani, në përdorimin e ekspresit, për këdo që e ka marrë në shtëpi ose ta në përdorimin e ekspresit, ekspresi shkon i ambalazhuar në kuti, normalisht të ri, ka një manual përdorimi dhe për ato që nuk e kuptojnë manualin, ne japim informacionin e detajuar se si ta përdorin, mundësisht edhe ja demonstrojmë kur ja dërgojmë ekspresin. Edhe asistencën e duhur. Asistencën e duhur që të nxjerrin një kafe perfekte dhe ta shijojnë. E para është depozita që mos harroni ta mbushni me ujë. Po, depozita që s'duhet ta harrojmë gjithmonë ta mbushim me ujë, mbasi e kemi vendosur në prizë, kemi panelin e 2 butonave këtu, e shtypim njërin nga butonat, e mbajmë shtypur, për momentin neve e kemi të ndezur. Kur e shtypim butonin në fillim të ndezjes, në panelin e butonave fillon pulsojnë drita e butonave. Në momentin që mbaron pulsimi i dritave dhe paneli butonave rinë gjithkohës i ndezur, atëherë është gati për kafe. Super. Për të provuar dhe për të shijuar një kafe. Tani, nga ngel të hapim një kapsul, ta nisim nga Diva Merlin. Merlin do ta nisim me një shije kremoze, përqindje të arabikës dhe robustës. Ka një shije të plot dhe të fort kafe. Kremoze dhe të forte, po. Në gjanë të dalohet kjo që ne sa po thamë nga tekstura, po që do tjetë në teksturë trash dhe ngjyrë kafe. Edhe ngjyra e argjend e një kafe të mirë. Se me thënë drejtën, gjithë llokohi ka mbëruar kafe këtu. Ka ardhur momenti, sa kapsula ka një paketim, ja shifeni këtu. Çdo paketim është me 25 kapsula brenda. Po, marrim të parën. Kjo është kapsula për cilën ju thash, që ka plot 7 gram kafe brenda. Dhe e presuar dhe e paketuar e mbyllur mirë për të ruajtur aromën dhe cilësinë në çdo kafe. Është e rëndësishme që ajo çka vetë punohet nga Mokador, të vijë edhe në shijen tonë, në filxhanin tonë. Po. Për ta bërë një kafe është shumë e thjeshtë, pasi kemi marrë asistencën e duhur. Kjo ka formën e kapsulës që mund ta vendosim. E vendosim kapsulën, e mbyllim kur e kemi vendosur tamam kapsulën. Do dëgjohet një kërcitje, është normale? Normale, po, që kuptohet që kapsula ka shkuar në vendin e duhur, pastaj marrim filxhanin dhe një element i mirë për çdo klient, domethënë për çdo
është që e mira është që filxhani, kur e përdorim me filxhan të jetë pak i ngrohtë. Është një element që e bën kafen ta ruaj kremozitetin, po është një trup. Mund ta ngrohin me ujë të nxehtë ose mund ta lëm diku, domethënë që ose e lajm me ujë të nxehtë dhe ai ta ruaj atë nxehtësinë dhe e bën një kafe sepse ajo ngrohtësia e ruan kremozitetin, e ruan ngjyrën e argjend, ngjyrën, domethënë trupin të një trajtshëm. Super. Dhe ja pra, një kafe e mirë. Mund ta shijosh. Kjo aroma është fantastike. Shumë fantastike. Shumë aroma e secilës kapsulë që kemi provuar ka një aromë të jashtëzakonshme. Të tërheq. Shija pastaj është individuale nëse dikush e do të ëmbëlsuar, dikush e do të fortë, dikush do efektin më të madh të kafeinës, dikush e do të lehtë. Të falenderojmë. Po provoj kafen e parë se kemi 4 lloje këtu deri tek dekafeinato. Super. Super. Faleminderit. Ta marr këtu me vete? Po, patjetër. Të kalojmë tek, sepse Adi na premtoi që do të hapim të gjitha paketimet sot. Tani do provojmë paketimin Diva Sofi, që është në një përqindje arabike dhe robusto të kombinuar shumë bukur për të ruajtur aromën dhe kremozitetin dhe shijen. Sërish një përzierje kafe arabike dhe robusta. Kjo ka përqindje më të lartë arabike, Sofia, vjen më e ëmbël, më e dashur. Më aromatike, ka përshtypjen edhe ka një shije të veçantë, domethënë. Ka një ngjyrë lajthi ndryshe, pak më ndryshe nga kafja parë, po t'i bëjmë dallime duke demonstruar, duke e përgatitur një kafe. Mendosh që emrat e ikonave janë përzgjedhur duke menduar preferencat që secila ikon ka patur për kafen apo jo. Si duket Sophie Loren ka patur këtë preferencë për kafen e saj. Po, për një kafe më të lehtë, më aromatike, më të bukur, me teksturë më të këndshme. Për shembull, nëse i krahasojmë dhe nëse afrohet kamera, do të bëjmë një krahasim të ngjyrave, të densitetit, se për shijen dhe për aromën, po ja u tregoj unë. Ti vetë Adi kë kafe preferon, cilën kapsulë përdor? Po, unë jam te kjo pak. Te Sophie Loren. Te Sofia. Kapsula Diva. E dua më të lehtë pak kafe. Për shembull, është e dallueshme nëse mund të afrojmë pak, i lutem. Kremozitetin e kam. Është e dallueshme, kremoziteti po. Është ngjyra e argjend. Po ngjyra që në përgjithësi produktet, një kafe e mirë del në ngjyrën e argjend. Kjo është ngjyra më e mirë, si më thënë. Dhe trashësia e saj, densiteti siç thash, duket anash filxhanit, është mos e dallueshme, ku ajo qëndron mbetet, shifeni? Ja. Për kremozitetin. Super, kalojmë tek Diva. Edhe aroma pastaj. Aroma pastaj këtu është mbushur i gjithë studio me aromën e kafes mokador. Kalojmë tek kapsulat Brigitte, që kanë 100% arabike, pa përqind robusto. Po. Kjo mendoj që ta jep dhe atë efektin më të madh, thash për një zgjim të energjik dhe për ata që për të marrë këtë efekt duhet të konsumojnë disa kafe para dite, me këtë mund ta konsumosh një kapsulë Brigitte dhe jeni zgjuar dhe jeni gati për të marrë dozën e duhur të energjisë. E tregojmë pak për ngjyrën, konsistencën, patyshim. Kemi dhe aksesorë të ndryshëm të mokadorit. Që mund ta servirim dhe më transparente, e tregon edhe trupin e kafes në brendësi. Ruan atë ngrohtësi nëse ti e mbështjell tek dora. Ja dhe pak. Tani e shikon të plot trupin e kafes, kremozitetin dhe të gjithë elementet e cilësisë që ka mokadori. Në një gotë mokador. Është tani një traditë e tillë që aty në shtëpi, shisa bukur, edhe ngjyra shtresat. Dhe tregohet kremoziteti, tre lloj ngjyrash. Kjo është një kafe e duhur, pra nga ngjyra më e hapur, pak më errët dhe tek ngjyra akoma më errët në fund fare. Për ta shijuar vërtet një kafe, për të pasur atë zgjimin. Zgjimi intensiv dhe të marrim atë energjinë që na duhet për të nisur një mëngjes dhe një ditë të suksesshme. Kemi thënë her pas here, mëngjesi këto do pak diell, do një buzëqeshje, do një kafe të mirë.
Edhe pozitivitet. Pozitivitetin ta japin të gjitha. E vërtet. Për personat të cilët që nuk duan kafeinë. Që nuk duan kafeinë, mund të kenë një problem të caktuar, për shembull ka njerëz që kanë mungesë hekuri për shembull edhe ose për ato që kanë probleme me tensionin, hipertensionin e këto. Padyshim, nuk do t'i përjashtojmë nga konsumimi. Nuk i kemi përjashtuar nga konsumi dhe kanë krijuar, domethënë, historia 50 vjeçare, kanë menduar të krijojnë dekafeinaton, duke hequr përqindjen e kafeinës dhe për të shijuar aromën e plotë të kafes dhe për të pirë kafe, por pa kafeinë, që mos t'i dëmtoj në shëndetin e tyre. Super, le ta shohim pak edhe procesin. Ti vendos të gjitha këtu përpara. Kemi edhe atë filxhanin tjetër, ndërkohë unë po shijoj kafen time. Vendosim kapsulën dhe ja, gati. Duhet të themi që ekspresët kanë vinë nëse porositen në 3 ngjyra, po jo kemi ekspresin e zi, të kuq dhe të bardhin, që kemi të disponueshëm edhe këtu në brezën tonë. Neve jemi të disponueshëm dhe për zyrat, që kanë, domethënë, për një konsum të gjerë dhe shërbim në për zyra dhe pse jo në... E kemi mundësi, nëse dikush e do kafen më të shkurtër, ka butonin lartë, butoni lartë. Është një element që nuk e përmenda. Këto butonat janë të programuar, butoni lartë është automatik dhe bën një kafe të shkurtër. Ju e shtypni dhe vazhdon kafja deri diku dhe fiket vetë. Bukur, pra mjafton të shtypësh butonin dhe ti e mbush sa të duash. Po, nuk ka... Domethënë, kjo bën një fikje automatike. E shtypim këtë butonin lartë dhe kjo është i programuar për një kafe të shkurtër dhe ju e shtypni vetëm një herë dhe nuk keni nevojë ta shtypni më butonin sepse ai fiket automatikisht derisa mbushet e gjysma e gotës. Dhe ja shifeni pak. Kjo është dekafeinato, që nuk ka asnjë ndryshim nga kafet me kafeinë. Me trup dhe kremozitet, me aromë, me të gjitha, nuk ka asnjë ndryshim. Ndryshimi vetëm është që nuk ka kafeinë dhe nuk na bën keq për ato që kanë probleme me shëndetin. Bukur. Pra, mund të shkoni në një nga pikat që ofron Mokador dhe që Hadi përmendi, dhe mund të duket vetja sigurin në një lokal italian, sepse tillë vjen kafja. Nuk do ndjeni asnjë ndryshim nga një ekspres që e porositni në lokal, edhe një ekspres që e bëni në shtëpi. Është shumë e rëndësishme sepse ti i fton dhe i bën për vete njerëzit në fakt me një kafe të mirë. Patjetër. Kur do që të çosh dikë, shkojmë të pim një kafe të mirë ose kur fton dikë në shtëpi, do të bëj një kafe ekspres të mirë, është një mënyrë efikase për të bërë për vete. Kudo që shkojnë agjentët tanë, kudo që e çojmë produktin, prezantohemi, në moment që e provojnë, nuk ka kthim brapa. Bukur. Dhe kjo është fakt që e kemi parë, kemi marrë atë feedbackun e bukur që çdo klient që e ka provuar, unë nuk e ndroj më Mokadorin nga. Tashmë edhe zyrat ofrojnë dhe marrin përsipër që stafet të konsumojnë atë kafen. Të konsumojnë kafen dhe disa prej zyrave pretendojnë që të kenë një produkt mirë për stafin e tyre, që dhe ato ta nisin punojnë, japin performancën e mirë, dhe ne ofrojmë ekspresët për zyrat, i ofrojmë në përdorim për ato që kanë një konsum të caktuar, dhe ne për të përmbushur kriterin që të marrësh ekspresin në përdorim, thjesht duhet të konsumi një kutije në muaj. Patjetër. Po, me kapsula. Sepse Mokador është për kapsulat Mokador. Vetëm për është një qark i mbyllur, vetëm për kapsulat tona, nuk punon me kapsulat tjera dhe ne ofrojmë ekspresin në përdorim, në mënyrë që ato të konsumojnë vetëm kafen tonë dhe ta shijojnë. Mund t'i zgjedhin kapsulat e ndryshme, për shembull, sepse shihet e stafit. Po, shihet e stafit nuk janë të njëjta. Dikush merr arabike, dikush nuk do kafeinë, dikush nuk pi kafe, do kakao, po do ta shijojë një produkt Mokadori, kemi kakaon, kemi çajin, kemi ginseng, kemi xhandu, kemi për shijen e kapuçinos, ato që pinë kapuçino. Kjo është shija vërtet e kapuçinit. Në një filxhan më të madh, vjen një shije kapuçino me një shije kapuçino shumë e mrekullueshme, shumë e mirë. Për mëngjesin, për gjatë. Po, për ta nisur mëngjesin, dhe ato që s'pinë kafe, që ta nisin mëngjesin mirë. Me një kapuçino aty në mund ta nisin me një kapuçino. Po, edhe çaji mund të bëhet përmes kapsulave. Po, edhe çaji. Ka shijen dhe aromën e limonit dhe mund të shijoni një çaj në logon Mokador. Mokador. Ka një shije të fortë dhe aromë të fortë limoni. Për ju që ndoshta e keni pirë kafen, po doni të konsumoni dhe një çaj gjatë ditës. Për mirëmbajtjen e ekspresit,
Do të ndrohet pa tjetër Për shpesherë mirëmbajtja, duhet të shikohet depozita këtu. Shumë e thjeshtë në përdorim. Shumë e thjeshtë në përdorim. Kjo depozita është e lëvizshme dhe dalin kapsulat e përdorura. Një shplarje, depozita gjithmonë për ta ndruar dhe Gjithmonë uji është edhe një element shumë i rëndësishëm. Se plusi një të nxehtë i ftohtë uji aty. Jo, është shumë një element i rëndësishëm. Uji duhet jetë i ftohtë, por e mira është të jetë me pak minerale uji, të jetë uji i bler i kontrolluar. E kuptova. Sepse është e rëndësishme uji në bërjen e kafes, sa më pak minerale të ketë, aq kafja aq më e mirë del. Për shembull mineralet ne mund ta zgjejmë ujin për shembull dhe i largojnë mineralet. Po mund ta zgjesh. Po ka aq ujë me minerale aty. Ja, lat kishim ca ujë me minerale. Më mirë është që përdorim një ujë të blerë dhe të kontrolluar deri diku. Kjo është ideja. Që uji të jetë i mirë, në përgjithësi mos të jetë uji jo se ndonjëherë rrjeti nuk është se ka, për shembull, edhe mirë është të kemi ujë të blerë që ta shijojmë vërtet kafen siç duhet. Unë falenderoj shumë që erdhe për të na zbërthyer pak më tepër nga magjia e Mokador. Ishte një kënaqësi. Kënaqësia është e jona që ta shijojmë çdo ditë në Rezedielli Kafe Mokador, unë dhe të ftuarit e mi. Edhe të përmend edhe një herë për të na kontaktuar rrjetet sociale, dyqanin ton fizik dhe numrat e telefonit mos ngurojnë të na marrin, të pyesni gjithçka rreth pyetjeve që keni për përdorimin e ekspresit. Qoftë për baret, shtëpiat, zyrat, jemi të disponueshëm në çdo pjesë. Të falenderoj shumë. Faleminderit. Punë të mbarë dhe faleminderit për vëmendjen tuaj, ndërkohë do të shkëputemi për fleshin informativ, besoj se do të jetë redaksia departamenti i lajmeve me zhvillimet më të fundit, ndërkohë ne përshëndetemi së bashku për të takuar nesër sërish në po të njëjtën orë.